Dhurata, leri ato dhe bëju gati. Prit. Provoje këtë. Ja kjo. Nuk ka për të njohur asnjëri kështu. Do të vorone? Nuk e di. Besoj se do marrojmë punë shpejt. Të t'jap edhe një çantë. Mirupafshim. 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 Siç e shikon, gjithmonë rëmuj në shtëpinë time. Gati e nisë. Çau, Gjani, mami. Çau, Ena. Ho. Mami, të puf. Po. Bëj Sava, mos u vëno, Nisu përpara ti se po vi. Dhurata merre çadrën. Po. Mirupafshim. Mirupafshim. Po të moment fort. Bashkimi Kombit, hajde gazeta Bashkimi Kombit. Shpit për pres. Mirë. Po ku jemi të keqe? Si jemi në Sani? Në Sani, më duket se Deriçka nuk është hapur. Ku ti unë shkreta? Shko hape një qik. Pse, ka ndodhur gjë? Jo, nuk ka ndodhur, po ti e ditë se na duhen 2 rrugë kalimi. Po. Erdhe dhurat? Erdhe, Korant. Hajde. Bardha, përfaqësuesja e zonës Vlorë Gjirokastër. Ju me siguri jeni juglindje. Po. Kam lexuar diçka nga shkrimet tuaja. Vjollca, përfaqësuese e divizionit parë sulmues. Edhe. Çi pasi në gjithë këtë bukë. Të lënë në Sania? Me shikon mua kështu të dobët edhe kërkon të shëndosh. Thash kush e di sa mund të rrini. I kam blej pak a pak që të mos dëshonte Forxhiu. Me shbërë zakon që në fillim të luftës, kur vije këtu me shokt, me Fatriun, që atëherë asgjë s'ka ndryshuar këtu. E man mendën Sanie, kur filluam të ngrinim grupet e para simpatizante të grave. E mbaj mend, si se mbaj mend. Ja, kështu si sot u mlodhët edhe atëherë. Pastaj krijuam këshillat e para të gruas antifashiste. Sa që kanë rritur karafilen. Sa shumë gjëra kanë ndryshuar që atëherë. Edhe ti sikur i heqë pak. Që nga 4 shkurtës të kam parë. Mos ke qenë këtë në Tiranë unë s'di gjë, eh? Komiteti Qendror i Partisë ka vendosur të mblidhet kongresi gruas antifashiste. Ne nuk do qëndrojmë shumë këtu. Unë ju kam thirrur që të mendojmë së bashku për organizimin e tij, sipas së gjitha porosive që na janë dhënë nga partia. As na shkon të mendja 2-3 vjet më parë, që do të vinte koha që gratë të shprehnin vullnetin e tyre. Ne tani kemi këshillin ton antifashist nacional shërimtar, vendimet e kongresit përmetit. Ne do të bëjmë që gruaja e organizuar marr pjesë qallërisht në jetën politike. Nën Sanie, e hape e deri? Hapa, po si? Më falë, më vonova pak. S'ka gjë, mund të fillojmë edhe një herë nga e para. Ulo Vesa. Hajde, Vesana. Varianti i rrugës së delegatëve të jugut.
varianti I delegatëve të Lindjes dhe varianti I delegatëve tonë të Tiranës edhe të Veriut. Morën Adem Borovicën për një punë shumë urgjente. Kështu del gjithë një flamosuri, po vazhdoni ju. Atëherë edhe ne duhet ikim. Ti korap si ngarkuar I qarkorit të Tiranës, do të në lidhesh gjithë veprimet tona. Patjetër. Atëherë unë po përpiqem të nisem që sonte. Ne ndoshta jemi vetëm në fund të rrugës. Dhurata ju do ta keni pak të vështirë, kurse zonat e jugut po çlirohen dita ditës. Megjithatë edhe ju duhet niseni shpejt se rruga është e gjatë. Atëherë mirupafshim. Rëndësi kaq kemi caktuar shumë mirë ditën e fundit takimit. Po, mirupafshim. Mirupafshim. Të fala nënës. Faleminderit. Shoqëju Glindje, ju do të vini me mua. Ju ndofta duhet përgatitni edhe ndonjë material për ditën e kongresit. Do të përpiqem. Mirupafshim. Mirupafshim. Po ti ku po shon? Në shtëpi. Ti vajsa nuk do të kthehesh më në shtëpi. Po pse? Qarkori ka vendosur që ti të hidhesh në ilegalitet plot. E kanë zbuluar? Jo, ndoshta nuk kanë arritur ta identifikojnë. Aleksin do ta njoftoj unë. Jo. Aleksin do ta takoj vetë. Asnjëri nuk do ta besonte që ju mbani sekrete kaq të mëdha. I kujt është ky fëmijë? I vajzës së nën Sanijes, që kur u vra Fatriu, ajo nuk mund të rritet vetëm. Jo, me tetën ti jo. Se si më duket, nuk do kthehem më në shtëpi, kaq papritur. Mua më janë bërë 2 vjet që nuk kam vajtur në shtëpi. Nga jeti? Nga Vlora. Vojsava ka më të vështirë se ne, ajo është nën me fëmijë. Ason nuk e di si do t'ja bëj. Në shtëpi mund të kapin nga çasti në çast. Dhe në rrezik edhe Aleksin edhe fëmijët. Ju jeni ndryshe, jeni mësuar. Tani që do të merresh me delegatët e Tiranës, ilegaliteti yt bëhet I domosdoshëm. Ne do të përpiqemi për një konspiracion të plot. Që sot ti duhet ndrosh pseudonim. Do të quhesh Dafina. Sa bukur. Dafin. Shkëndi, fortuna. Më duket sigur e harruam emrat tanë. Ndoshta janë pseudonimet e fundit. Tani që po vjen fundi, se më duket. Dhurata duhet kesh kujdes. Zona e Veriut është tepër e vështirë. Unë ka punuar një periudhë të gjatë të luftës atje. E njoh mirë atë zonë. Megjithatë reaksioni I tij është tepër I rëndë, prandaj hap syt. Ti Dhurata mos I nga Shkodra? Po nga Shkodra. Por për është një sekret. Pikërisht për këtë duhet kesh më shumë kujdes. Fotografia jote është vënë në çdo postblok milicie. Zoti I shtëpis. O, prengu I kani. Urna! Ati jeni konqerqja. On. Hajde, bujru. Mirë mbrëma. Kjo është bjeshka, preng. Bujru. Faleminderit.
Po ju pristin. Unë nuk do të vi brenda. Bjeshka do që në rektu. Derisa t'i bëjmë gati gjitha, preng. Si të bëhat ma mirë. Natën e mirë, Nikol. Natën e mirë. Hajde Bjeshk. E ti arë bardh. Mari, o Mari, atë të bardhen. Mirë se u gjeta. Mirë se erdhe. Ardhë që e bardh, ullu. Vetëm Marin keni? Po, vetëm Marin. Që kur na tha Nikola përse do të vije, s'është mbledhur fare. As nuk di të ruhet. Po shko kënej. Mos ke qenë vjetë në shtëpinë e Nikol Gjergjit? Jo, në këtë fshat unë vi për herë të parë. Edhe ti në malje? Herë në mal, herë në qytet. Herë fshat në fshat e shtëpi në shtëpi. Ngro, se ka fillu të ftoftet. Një partizan me emrin Gjok Milica, e një? Jo. Në që brigat është? Mos është në batalionin e Krahinës? Mari! Gjok Milica është i fejuari im, që në Djep. E ke parë ndonjëherë? Jo, nuk e kam parë asnjëherë. Në fillim nuk dija asgjë për ta. Pastaj mora vesh që ka dalë partizan. Më ka dërguar edhe një letër. Kam pasur gjithë një frikë se mos ai vjen pa pandehur dhe unë nuk e njoh. Do desha ta njihja. Së shpejti do të çlirohemi. Ai do të vi dhe ti do ta njohësh. Ne do të martojmë me njëherë. Sa të kthehet ai? Të gjitha i kemi gati. Ja dhe këto e mbaruam, edhe 2 plomb. Ata i kanë sjellë të gjitha. Do t'i shohësh? Vetëm markën e madhe nuk e kemi bler akoma. Kjo është e nënës. Kjo është kutia 10 groshve që lidh fejisën dhe unaza e martesës. Vishe të shojmë si të ri. Ta vesh? Shko shif mos vjen baba. Mirë. Ti do të bësh një nuse shumë e bukur. Eja dalim jashtë të bëj një fotografi. Kështu? Kështu. Ta kesh kujtim vetën të në nuse. Më ndir shpejt se mos vjen baba. Mari! Që bën kështu? Ti e di se pekti nusëris veshet vetëm ditën e dasmës. Më fal në 2 dakika. Mari! Ku qëndro? Ja, këtu.
Kush është ai? Dila. Dila? Ajo nuk përzihet shumë me gratë. Ka hyrë në radhë me burra. Nikol Gjergji nuk mund të vi. Atë po e ndjekin. Prandaj më dërgoi mua këtu. Njerëzit e Bajraktarit e kanë marrë vesh se tek ne ka ardhur një komuniste. A jena? A mujtë, o lodhëmi. Jo fort. A je lodhëmi? Ja. Sa kohë ke që e pinë duhanin? Pesë vjet. Që kur bëra betimin. Çfarë betimi? Betimin që bëjnë të gjitha ato vajza që kanë nevojë për burrni. Atin e dilës mos e pastas një vajzë. I di që jatë janë më mbeti me 4 vajza. Kanuni dështë janë mbyllë të shpinë, por Dila e shpëtoj. Unë i vetën. E si është ky betim? Që të mos jetoj kur si grua. Të mos martohem kur. Po kur mbaron betimi? Asnjëherë. Po të mbarojaj nuk është më betim. Unë hum votrën time, nënën edhe 4 motrat. Shtëpia pa burr prishet. Ne duhet ikim në dyert e visit. Ju nuk e dini se çfarë është ky betim. Edhe unë kam bërë një betim. E kam bërë betimin tim përpara flamurit dhe atë dheut. Po kam bërë edhe një betim tjetër për vete që se di askush. Dhe ky betim është i ngjashëm me tëndi. Po unë e di që një ditë do të mbaroj. Kam rrotull me shok, shoqe, që nuk ua kam thënë kur këtë. Tani të kam ty përpara, si shoku me shoku. Se cila nga ne që lufton, bën një betim të vogël që i takon vetëm asaj, sepse ndryshe nuk mund të luftohet. Dhe ajo gjithçka e shtyn për të nesërmen, e shtyn, derisa të vi një ditë krejt e re, pa naziste tradhtar dhe koha të rrjedh normalisht e bukur. Koha ecën, mirë pa atë që do, e ke këtu. Si do t'ja bëjmë tani? Besazori ma thësh që ti mbledhësh gratë. Do të vinë, ke për ta parë. Do të flas vetë me të gjitha. Po si kur t'alinim një ditë pazari, kur burrat ikin dhe baba nuk ashtë në shtëpi. E rëndë është që të vinë. Mos më shih mua. Që kur hodha pushkën sup, unë mund dal nga shtëpia kur të dua. Po si kur të flasim edhe njerë me Nikollën. Mirë. Mos rënd fjala në një argat të keq. Çfarë? Kështu u themi në atyre që duan të ngatrojnë punë.
Ti nuk njeh mu. Unë jam Granny Coles. Si e? Mirë se gjeta. A u lodhe? Ka pak. Maria thot se Gjelosh Marashi ka ardhur në Katun. Prandaj duhet marrojmë shpejt. Gjelosh Marashi po shkon për pazar. Më i gra. Kujtova se do të kishit ikur. Nuk munda të vi ma shpejt se i kisha në përkam njerëzit e Gjelosh Marashit. Bile asatitimit nuk arrita t'i them gja. Mos të e vëndre shëtje, se ne gratë, rrallë shifemi me njëra tjetër. Besa ne grave vetëm kanunin na mledh për mort. Kurse tani ka ardhur koha që gratë të gjitha krahinave të mlidhen në një kuvend të madh. I keni parë kuvendet e mëdha ku mlidhen burrat tuaj për të biseduar për të gjitha hallet? Ja ashtu do të mlidhen edhe gratë. S'ka gjë më të mirë se sa ti qash hallet me njëra tjetër. A keni vënë roje? Mos kanë marrë vesh për atë kuvendin e madh që na foleti? Ky është për ne një sekret i madh. Gratë po mlidhen kudo për të zgjedhur për atje disa shoqe. Prandaj kam ardhur edhe unë këtu. Që ju ndoshta me të vujturat nga ne të gjitha, të zgjidhni për atje disa shoqe. Do të lajnë gratë shtëpitë e tyne do të shkojnë atje? Po. A do të jetë rruga e gjatë? E gjatë do të jetë. Edhe burrat e fshatit bajnë një copë rrugë për të takuar bashkë. E jo mos bësh rrugë mu taku me gratë e Shqipërisë. Ju duke çudi apo jo? Po. Secila nga ne ka halle. Hallet e Davës, të Marijes, të nanës saj, janë hallet e gjysmës Shqipërisë, të Diles. Pa zgjidhur edhe hallet e grave nuk ecën përpara Shqipëria. Sogu nuk fluturon dot me një gra. Ty të lumt goja. Po vinë disa burra, po nuk e di se cilët janë. Mos është im shoq kam ik pa leje. Janë njerëzit e Gjelosh Marashit. Mos bani zagra. Kujdes tav, mos qajnë fëmija. Oj, zoti i shtëpis. Gjelosh Marashi. Ky është Gjelosh Marashi. Oj, zoti i shtëpis. I zoti i shtëpis nuk është këtu. Pe prish zakonin. Nuk po na thret mrena. Burri qëndron me burra. Mirë atëherë, mirë. Nuk do të hym, jo. Por po presim të na zjarri kështu atë komunistën. Nuk ka komuniste këtu. Po ikni nga keni ardhe, mos u merrni me një copë plak. Thuaj të dalin të gjitha. Si e pas kanë marrë vesh, po ata gjithë kanë më. Ku s'është na gjeti? Pushoni! Rrethojni shtëpinë. Ju tjetë ka ana tjetër. Unë them që ju të dini të gjitha. Dini ju që keni fëmijë. Hyni. Do të mos dalin thirrni me zor. Hajde lvizni. E dim se jeni aty. Dëgjoj këtu. Gjelosh Marashi. Po bot edhe një hap do t'ju qëlloj. Tila e franave mos na ngatro. Nxirra jashtë atë lavire. Keni marrë thënë për të fundit herë. Nuk do dali, morjo. O të gjitha o asnjena. Mos harroni se po shtini push kundër grave e këtë nuk do t'ju afal as dheu.
M'duket se me ta është do i çoq. Malkuar! Edhe ti shtive? Edhe ti një gjënë rënat e gjelosh marashit? Jam undava që po të flasë. Kam ardhur këtu bashkë me Tanbir. Na, moj ti! Dil! Dil të them! Dil se do shtukesh ti me gjithat komunistën! Ja ku e ke Tanbir. Vraje po deshe. Hiqe djepin. Hiqe djepin dava kohë se do ta kthejnë tabut. Po vjen Nikola. Po vjen Nikola. Shpejt, shpejt. Hajt shpejt. Hajt. Shpejt, dil shpejt. Shpejt. Ju duhet ktheheni në shtëpi tuaj. Jo e burnesh, ti do të vish në shtëpi time. S'kam si të kthej. Ndoshta ndaloj në fshatin tjetër. Do të përcjell unë. Do të përcjell deri në fund dhe nuk do të ndahem nga ty. Nikol, ç'po bëhet? Atje po luftohet. Po tani çfarë do bëjmë? Tani do të vendosim se kur do të shkojë delegata me Bjeshkën. Puna nuk pret. Unë them që të shkoj Maria. Ajo është marrë dhe me punë të luftës. Si thoni ju gra? Po, shkoj. Duhet shkoj dhe nojnë tjetër. Si thoni ju? Po le të shkoj. Vetëm mendoheni. Rruga do t'jetë e vështirë. Më të vështirë nga të gjithë do ta kemi ne. A të shkoj dhe unë? Shko. Ta shishkon në përshpia. Do të shkojmë na për ju. Bab, unë po nisem delegat. Dil, ne po ikim. Dil. Ti do të vish me ne delegate.
E dashur Dafina, ne po nisemi. Grumbullimin do ta bëjmë në pikën e caktuar pas 20 ditësh. Mos haro 4 nëndorin. Të fala Aleksit, Bjeshka. Vojsava, më qafsh më. Sile i qik kokën mrapa. Se? Milisit. Hajde. Hajde, gjeje kush është? Aleksi. Ja, gjeje. Djali. Ja. Ja, Po gjeje. këtë s'jam duar fëmije, ha? Vetëm për mua sa preu mendje. Po nga vjen ti, ha? Nga shtabi divizionit. Në brigadat po mblidhen pranë Tiranës. Kurse dhurata është nisur me delegatët e Veriut. Dola unë shikoj qik për jashtë. Do t'i shkruajmë dhuratës si zgjedhjet i bëm dhe po fillojmë të nxjerrim delegatët e para, mirë? Në rregull. Edhe për këtë janë gjitha gati. Edhe unë gati jam. Po kur do të takohemi? Në ora 10. Atëherë po nisim. Ti Vojsav më ke bërë që i palkpus. Jo unë, po gratë. Na, mare. Që bërë ashtu? Vetëm një. Sot nxjerrim delegatët e para. Mirë pafshim në. Kush është? Hape. Po juve që nga një Vojsava? Po. Nuk ju njojta fare. Sa pas keni ndryshuar. Por dëroni hajteni brenda. Edhe unë kohët e fundit e mora vesh që ju ishit kthyer nga studimet. Po bëhet një vit që atëre. U kthyem shumë student. Unë isha pothuajse nga të fundit. Interesant, Vojsava. Vetëm një çarçaf i hedhur në kokë dhe të kishte dhënë pamjen e një analfabeteje. I kam lexuar shkrimet e tua për heqjen e çarçafit. Kam qenë e para nga gratë që kam shkruar për këtë gjë. Mendo ka që në vitin 1935. Isha shumë e re atëre. Po ne shumë shpejt e kuptuam se e keqja nuk qëndronte vetëm tek heqja e çarçafit. Në këto 3-4 vjet luftë shumë gjëra kanë ndryshuar. Ndoshta. Sidoqoftë mua do të më keni gjithmonë në krye të luftës për përparim. Pikërisht për këtë gjë edhe ne ju kemi ftuar në kongres. Cigare? Jo, faleminderit. Është me të vërtet një gjë e madhe. A do të ketë shumë pjesëmarrëse Vojsava? Nga gjithë Shqipëria. A jeni gati? Kemi vetëm pak kohë. Unë këtë gjë po prisja, po kaq shpejt. Nuk mendoja se do të vinit ju. Nuk më kishe shkuar kur ndërmend që ju të merreshit me punët e luftës. Të paktën të bëja një kafe që të mlidhje veten. Bëje po pak shpejt. Takova dhuratën para ca kohësh. Shkëmbyem bashkë mendime mjaft interesante. Kohët e fundit botova edhe një shkrim në revistën e gruas. Po, e kam lexuar. A e marrë më dhuratën në shkollë? Po. Ka qenë një vajzë mjaft këmbgulse dhe dorushme. U derdh. Si mbeti asgjë. S'ka gjë. Mjafton. Është dhënë urdhër që njerëzit nga Tirana dalin vetëm për nevojat e jashtëzakonshme. Sipas lejeve të firmosura nga komandatura e përgjithshme gjermane. Ja një nga ato. Mbajeni me vete. Po kjo që nga vetëm për datën e sotme. Sa është ora? 10.
Mbas pak tu do të vi një makinë dhe ne do të nisemi me njëherë. Po ju sigurisht. Mos u shqetëso. Është një shoku ynë. Po juve sikur thatë që nga minuta në minutë do të vinte një makinë, po jo? A i keni menduar se mund vinë edhe gjermanët? Ata të vërtetit? Ju keni një lej kalimi të rregull. Rini e qetë. Po sikur. E kam fjalën sikur dinja vetë me këtë lej kalimi. Jo, Nafie. Kështu do t'jeni me siguruar. Janë shumë shok që do të mundohen ta kenë kujdes jetën tuaj. Pastaj, ku do të shkoni ti vetë? Hajde shkojmë. Prit, kam varuar gjysmë duket. Nuk mund punoj dot pa to. Ja ku i ke? Hajde. Faleminderit. Vetëm jeni ju? Jo, banoj me gjyshin. Hajde. Korab, gati. Hajde. Masë të ndezë do të kalonim ka shnetë. Vetëm Nafia këtu është memrin e saj të vërtetë. Po ju e pushimi. Ilegale. Mos je vajzë berberi? E tëra. Prandaj këto kundërmon të erkolojnë burë. Gjermani kujdesshëm do ta kishte vënë re këtë pakujdesitë tuaj. A ke shumë që prej Gjasan? Që në mëngjes, po ju mos u bëni merak. Ama i fajzasini, mirë? Ama e pëqatën, më të bashkë. Miru pafshim. Po ku shkon? Në Shkodër. Ashtu si ne do të sille shumë delegate tjera nga Shkodër. Po ju shoqë Dafin do të vini prap? Davi. Ush. Dafin? Po ti s'do vish? Jo, Nafie. Unë do të vije fundit në pikën tonë të grumbullimit. Qarqafin. Ma i pak çantën? Vdekje fashizmit. I popull. Dokument auf! Nein! Aber das Ding erfüllt!
Alex. S'po marrin vesh duan. Maskarejt. Të poshtë! Nga dalë se na vrap. Maskarejt, shtyro, shtyro. S'kam dokument. Meraj. S'kam asnjë dokument. Pas çfarë bëni më kujdes? Hajde, ik. Ik. Shpejt. Pojsava. E mora pusullën time. Shpusull. A mjafton vetëm një pusull? Nuk kam pasur mundësi për. Ç'të thanë atje brenda? Si shpëtova? Ti identifikuan? Jo, çdo gjë në rregull. Ik tani se po më ndjek ai që të shpëtoj ty. Kush është ai? Një pacient im i përhershëm. Delegatet? Ktheve Alex? Unë këtu kthehem vazhdimisht. Bile 3 herë në ditë. Shko meri fëmijët nga tetat, ham drejt bashkë. Ma në fund të ra ndërmend edhe për fëmijët. Mos fol ashtu, Alex. Ti e shikon mirë se ç'po ndodh për ditë. Jo, nuk kuptoj asgjë. Nuk di se ç'do them as të tjerë. A e diti se shumë njerëz në konsiderojnë të ndarë? Të ndarë? Po mirë, ashtu u thuaj. Mbase është më mirë. Më mirë, a? Dhe të gjitha këto të duken në rregull. Apo mos nuk do të pyes për asgjë. Ti ke filluar të mbash konspiracion me mua dhe nuk do të përfillesh asgjë. Ti Vojsava kur nuk e menduar se jeta jote është e lidhur me fëmijët e tu. Pale me mua. Kur bëhesh prind, nuk ke të drejtë mendosh vetëm për veten tënde. Mund të bëj një grua e pjekur atë që mund të bëj një vajzë e re. Mos shiti dhuratën apo atë, korapin. Alex, ti e njeh mirë dhuratën. Pastaj shikoj si po luftojnë me burra e gra. Jo, po do marri pushkën edhe halla ime. Kur të gjithë luftojnë, unë do të vazhdoja të rija gjithë ditën në shtëpi. Të bëja gjellën, të kujdesesha për fëmijët, të të ekorosja këmishët dhe ti ishe i knaqur dhe i lumtur, kështu, a? Po se cili lufton sipas mundësive të ti. Po sikur mos kishe shpëtuar atë ditë, ku do t'ishe tani? Mos do na shpihesh në ndonjë kamp përqendrimi edhe mua dhe fëmijët? Ata mund çojnë në kamp përqendrimi edhe një njeri që rri gjithë ditën duke pirë çaj duke lexuar gazetën. E kush tha që unë rri duke pirë çaj duke lexuar gazetën? Unë nuk e kisha me ty, Alex. Por nëse do ta dish, ky është mendimi im edhe për ty. E pra unë kam bërë aq sa kam mundë. Po pse? Ti kujton se mundësitë tua janë vetëm për të rregulluar dhëmbët?
Kush të dhem 6, 7, dhëmbi qenit, aj syrit, 10, 100. Mos e ndjen veten qetë se i ke rregulluar dhëmbët ndonjë partizani? Që bëre, më i bi. Korabi ka koshit pret. Erdë Vojsa? Po ti nga po vjen. Vi nga Qarkori. Kam sjell lajme të reja. Shoqet nga jugu kanë kohë që janë nisur. A di kush më bëri të falja për ty? Jo. Vjellsa. Korab, mua po më ndjekin. Duhet nisemi me i herë. Ashtu? Po. Besava. Përdro. Dokumentat merri ti. Këto do t'i marri me vete. Unë jam gati. Këto ishin tim biri. Ti nën Sani më kujton gjithmonë nënën time. Të gjitha nënat njësoj janë. Mire the, se dhe ajo i të shumë lullet. Kur të mbaroj lufta, do të viti martë Sarajnë Karafilesh. As emrin e vërtet s'ta mësova kur. As se nga je nuk e di. S'ka rëndësi. Me sa duke do të kalem nga shtëpia ime. Mos u shqetsoni, vinë të akademi. Merri këto për nënën. Hajde. Kaloni rrugis.
Si janë fëmijët, Alex? Mirë janë. U lodhe me ta. Gjë e vogël është do të kaloj. Besoj se I mora vesh të gjitha. Unë atë ditë do të nisesha për mberat, po nuk arrita të thoja dot këtë. Mbase këto fjalë duheshin u thënë që në fillim. Po. Në atë ditë tham shumë gjëra që nuk ka rëndësi. Aq më tepër tani. Ndoshta. Nga njerë njeriu e ka të vështirë të përcaktojë se cila është më e rëndësishme në jetën e tij. Alex, të kam thirrur të më ndihmosh. Çantën. Do shkosh takosh dhuratën në pikën tonë të grumbullimit përpara nisjes tyre. Megjithëse jemi shumë vonë. Do të marrësh me vete edhe nën Sanien. Është delegatja e fundit që duhet dalin nga Tirana. Mirë. Mos ki hiç merak. Mirë pus të tjera sepse I kam delegate zbathur. Po këto kam, moj shoqe. More shok mirë pus të tjera, po unë jam. Më dërgoj këtu komisari I divizionit. Më prit 1 minutë, lutem. Na merri këto. Merri edhe këto. Do me thënë, ju doni të ngrini një grup teatri. Pse të duke çudi? Po, Në familjen e Marksit të gjithë janë marrë me teatr. të kujt? Të Karl Marxit. Aha. Kanë luetur edhe shoqet e të bijat. Më duhet të gjej edhe 2 personazhet kryesor, e pastaj ecën puna. Po për këtë do të më ndihmoni ju. E cilët na janë këto personazhet e tu kryesor? Dia me shpendin. Të pëlqen Aki Stërmilli? Shumë. Është shkrimtar I madh. Je marrë kështu me teatr? Po si, në Vlorë. Pse ore nga Vlora jeti? Aha. Edhe unë nga Vlora jam. Vërtet? Kam punuar në fabrikën e vajit. Meri këta. E janë I vajza u grumbulluat gjitha? Nuk e dim, ne jemi të formacioneve të ndryshme. Meri këta. Skënder, jepu nga një palë këputë shoqeve. Mirë. Këtu është Katerina Leshnja? Po, unë jam. Ikbale Maqellara. Fatime Jahjaj. Arta Qerazi. Këtu. Ikbale Paloka. Ikbale Paloka. Ikbale Ovra në luftimet e djeshme. Aleksandra Dilo. Unë jam. Të tjerat janë të brigadës tonë. Po Vojsava. Vojsava është plagos. Nëse, çfarë do? Korrati është vrarë. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Si e Ros? Mirë. Si? Na fije si e? Mirë, ç'kem dhurata? Keni shumë që prisni? Unë kam më shumë nga të tjerët. Më morën të parë nga Tirana. Do qëndrojmë shumë këtu? Derisa të vi urdhri për nisje. Duhet ta kishim menduar më mirë këtë punë. Lëvizjet tona mbaren nga lëvizjet e gjermanëve. Sidoqoftë, nuk duhet harrojmë se këtu kemi të bëjmë me gra. Shtabi I përgjithshëm ka urdhëruar të sigurohet gjithë rruga e kalimit. Falem. Po këtë që kërkon? Kërkon 2 personazhe. A e një partizan me emrin Gjok? Si ka mbi emrin? Milica. Në cilën brigadë është? Nuk e di.
Çfarë e ke ti? Të fejuar. Ma përshkruaj pak si është. Nuk e di. Ai duhet jeti mirë. Do ta gjejmë. Me siguri do ta gjejmë. Mere. Goca, Faleminderit. kush nga ju do të më ndihmoj pak? Ç'na thuan na kishë rrugës. Shikon nga delegatë e Tiranës. Çfarë kërkon kështu? Kërkon Dian dhe Shpendin. Kush është Dia? Dia është personazhi kryesor i romanit Sikur t'isha djalë. Dia është një vajzë e varfër e mbyllur Tiranase që dashuron një djalë me emrin Shpend. Po ky Shpendi ç'është? Është një kosovar që e ndjekin nga vendlindja dhe vjen e strehohet në Tiranë. Ai gjen Dia Shpendin? Jo, ajo vdes. Çfarë halli keni? Asgjë. Mos jeni e smur? Jo. Apo keni ftohtë? Jo. Ka mundësi të lexosh pak? Unë? E ti. Mirë. Cili që ai? Se di dhe as guxoj me pyet. A thua që kështu të jetë? Dashuria, vazhdo. Por jo, s'është e mundur. E mbaj mend si tani. Si mund të përftohet? Dashuria. Vazhdo. Nuk e bëj dot. Do të provoj edhe një herë tjetër. Mirë? Lexo pak. Joca, porosit para rojën kontrolloj rrugën deri në Qafshkos. Merr edhe ndonjë tjetër me vete. Mirë. Ju qëndroni këtu. Do shkoj vetë deri tek para rojë. Gjermanët janë shumë pranë. Shuani zjarret. Gati për rrugë. Ju atje, nisuni përpara. Ky është lumi apo jo? Po. E po këtu ka gjerman? Edhe këtej ka gjerman. Asnjëherë se kam djerë veten kaq ngushtë. Ndoshta sepse këtë rallë kemi dhe gra që s'kan luftuar asnjëherë. Gra me fëmijë. Gra që janë direkt në besën tonë. Ç'pati ky? Mbushe pak Vjollca. Atje do të atakojmë komandantin. Unë do të flas e para. Vërtet? Pa, keni për të pa, unë do të flas e para. A keni një llampë tepër? Kemi vetëm një. Ma je pak. Po ne me se do të rrim? Ju flini tani. Po merë moj bi. Mbushini pak kandelin me Po, vaj. Marie. Në të. Po presi. Unë them që e përret mos u themi asgjë. Le t'i lëm të qeta të shlodhen. Deri nesër duhet kalojmë shkumbinin. Duhet të gjejmë çdo mundësi kalimi turës. Qetën e fshatit po e nis për kontroll rreth e rrotës. Mirë. Edhe ti Petri duhet nisesh përpara. Të lidhesh me forcat e tjera partizane dhe të ndjekësh lëvizjet e armikut. Duhet të gjesh patjetër dhe të na lajmërosh menjëherë. Do përpiqem të kthehem menjëherë. Si thua? Do t'ja dalim ban? Partia na ka ngarkuar një detyrë shumë të vështirë.
Mere me mend si kur mos të arrinte gjysma e delegateve. Pa afron dhe data. Me siguri do t'ja dalim. Ne të gjitha po shkojmë drejt datës 4 nëntor. Kur mos harro këtë datë. A mbarut gocat e nanës? Po mbaruam. Mirë. Po që pas ke gjithë këtë brumi, nane? E ka banana për ju që të hani pra? Mirë. Dil! O Dil! Urdhno! Ndihmoje pak të nanën. Po si kur gjejmë edhe ndonjë tjetër. Jo, mjaft ti. Duhet pjekur shpejt, bile shumë shpejt. Shko, Dil. Dila ka një jetë të çuditshme. Ne duhet të qëndrojmë pranë. Çfarë do thuash tjetër në Ansanie? Do t'i them të gjitha. Do t'u flas për Qemalin, për Vojën, për Korrabin. Do t'i them gjitha sa më thanë ato para disa vjeç. Nëna do t'i shikoj të bëra. Ashtu është, nën Sanie. Populli vetë do të shkruaj e vetë do të vulos, apo jo? Po bie, nënës. Do të zhduket shlira nga sofra tona. Nuk do t'i numroj më ditë me gishta na del apo s'na del buka. Vazhdo, nën Sanie. Do t'u flas për Fatriun, për Korrabin. Do t'u them se si mi vranë të dy. Me gjakun e tyre u hodhën themelet. Ngritën muret. Tani do t'i vem qatin Shqipërisë tonë të re. Marta, të flas njërë, Marta. Unë s'kam se që them. Ka ik mendja krejt. Lashtë pa ba dhe bilmetin. Hodha që më shikusi dhe ika. Këtova se do të kthesha shpejt. Se si m'duket. S'ma merte mendje se do të nisesha unë për kongres. Tashi në këtë rrugë kam njëtu shumë shoqe. Komandante. Me plag. Trimërisha si ato të këngëve. Mu hapë sytë. Të lumt, Marta, tamam e the. Çfarë tamam? Ja, atë që do thuash në kongres. E pse ti them atje? Ku ti duhet hallen? Nuk dua. Nga e diti që unë pidohen? Nga gishtat. Nga jeti? Nga malësia. Po di të shkruash? Jo. Po si mund të vrasësh mendin për kongresin kur nuk di të shkruash? E ç'lidhje ka shkrimi i Dilës me luftën? E si nuk ka? Shkrimi është për parimi. Edhe nëse nuk di, Dila do të mësoj të shkruaj. Kush është? Hape. Është këtu një partizan me emrin Skënder? Jo, këtu janë vetëm delegatët e Durrësit dhe të Shkodrës. Vdekje fashizmi. Liri popullit. Kush është? Kush fle këtu? Jemi në Elbasanit, i ngre shoqet? Jo, nuk është nevoja. Është këtu një partizan me emrin Skënder? Kush ai që do të na marrë teatrin? Ja te ke, ja shtëpia atje. Faleminderit. Vjolca, ku do shkosh? Te partizanët? Po. Të vi edhe unë me ty? Shpirti motrës. Do dhe gjesh gjokën tënde, shoh njerë se mbas është atje. Do t'a gjejmë, me siguri që do t'a gjejmë. Skënder! O, Skënder! Vjolca, kam një lutje për ty. Për mua, E, për ty. hiç mos ma thuaj se nuk ta bëj. Pse nga e di ti se çfarë do të kërkoj? E di, unë e di. Po nuk kam kujt ja them tjetër. Pse? Dëgjoj mos qesh. Le që më premto në fillim se do të më bësh që ta them. Nuk ta bëj. Jo, Vjolca. Unë nuk njoh këtu ndonjë tjetër më mirë se sa ty. Ja ku e ke Marin. Thuaj mbasi ta bën ajo. Pa, si më tha mua të aty? Pse? Si pse? Sepse ti je në shtabin e udhëtimit. I thuaj dhuratës të mos më ngarkoj më si ndërlidhës, her nga burrat, her nga gratë. Le të më lër gjithmonë me pararojnë. Hero, ç'keni? Unë thash se do mblutesh për ndonjë gjë tjetër. Përse? Thash se do mblutesh të luaja dijen. Vdekje fashizmi, hyri popullit. Ha, si do bëjnë? A mund kalohet numër? Është shumë e vështirë dhe me rrezik të madh. Para disa ditësh edhe kaloi.
Po tani? Aha. Sa kohë keni qeni këtu? 2 javë. Si 2 javë? Kemi 2 javë që presim. Rrime përgjojmë se mos Gjermanët bëjnë ndonjë lëvizje. Presim t'lirohet ura, do të kalojnë gratë e kongresit. Po ju me qupa, a jeni shumë? Plot jemi xhaxha. Kështu keni ndenjur? Pa lëvizur? Kështu. Këtu keni fjetur? Po këtu. Qënë ka shumë e fort. Ka ndonjëri nga juve enë, t'ju a bëj më mirë kaçamak. Gjermanët po hynë në fshat. Ka rrezik në rrethojnë. Qëndroni këtu ju. Unë po shkoj të shikoj se ç'bëhet. Thuaj shoqeve do të bëjmë ç'është e mundur po të kalojnë nga ura. Eci shpejt. Shpejt. Shpejt, shpejt. Eci. Çka ndodh? Praparoje ka rënë përpjekje. Gjerman po hynë në fshat. Sulmuan dhe nga ura. Eci. Kompania në rresht për një mblidhu! Shpejt, shpejt! Kaderin! Dil, Petrit dhe ju të tjerë do të vini me mua në dil për një sitit e kura. Ndërsa ju të tjerë do të mbroni të rreshjen deri sa të erët. Shpejt, shpejt! Ne po shkojmë te kura. Mirë. Mari, motër. Dil. Këtu je. Mos i këtil. Nuk i kia. Po gjoka. Erdi. Po vjen, motër. Po vjen. Ku është? Këtu është, Mari. Ja ku e ke. Po afrohet. I than shoko që ti po e kërkoje. Prite, Mari, prite. Mlini qaj, motra. Mlini qaj se mua ma kishin ndaluar vajin. Edhe vajin edhe këngën.
Skënder. Urdhëro. Duhet dorëzosh një fonogram në grupin e parë partizan që do gjesh. Duhet lajmërosh shtabin e përgjithshëm që po ecim në drejtim tjetër. Mirë. Skënder! Mbaj. Mësoj e ti rolin e tij. Unë po bëj atë të shpendit. Mbase takohemi në Berat. Të dalim përpara smurat dhe të moshuar. Nën Sanie. Hyp Mika. Farie. Kristin. Ju dy atje. Hajde Mikar. Partizanët përpara. Mbahuni me njëra tjetrën. Kujdes. Kaponi fort. Nada. Kujdes. Mos keni. Shpejt! Auni, mos ke frikë, jepi! Ka po fort!